Blendi Memaj, kolegu im nga Prishtina, nga Kosova, na është bashkuar në këtë lidhje. Ku e kam Lorikun? Si u doja dyshe, ju prisja dyshe, ku është duk Loriku? Përshëndetje, Greta. Mirë mbrëma. Loriku është pak i zënë me përgatitjet finale, për shkak se, siç e dini, edhe ne jemi në një emision maraton ku çdo javë kemi analizat sportive. Megjithatë, shpresojmë se shpejt do të na bashkangjitet Lorikun kur ke. Sa po të kërkova Lorik, thash pse ku më ka humbur Loriku, kështu që ulu 1 minutë, kaloj me ne se di që je emision live. Blendi s'më pranoj më herët, për arsye Ika, u largova. Jo, ju bashkojmë ne nuk e vure re, unë po pyesja pak tifozët, mosak kolegja ime, dhe pjesa më madhe tifozëve ishin nga Mitrovica, nga Prishtina, nga Presheva, kështu që jeni shumë të domosdoshëm. Edhe Aveniri tha pak më përpara që Kosova, lojtarët nga Kosova e kanë fuqizuar dhe e kanë rritur ekipin shqiptar. Ashtu është, në fakt, është një realitet i cili nuk mund të mohohet, duke marrë parasysh edhe historinë e kombëtarëve shqiptarë dhe futbollistët, cilët më parë kanë qenë, mirë po edhe vazhdojnë të jenë. Edhe tash është një numër i madh futbollistëve që vijnë nga Kosova dhe në fakt po vazhdojnë që futbollistët nga Kosova të bëhen pjesë e grupmoshave të reja tek kombëtarja shqiptare. Kësaj që mund të themi që Kosova është ndoshta ajo pjesha më e madhe e kombëtarëve shqiptare, edhe duke marrë parasysh nivelin e lojtarëve nga Kosova që janë paraqit për kombëtarën shqiptare. Prandaj pajtohem plotësisht me parafolësit që e cilësuan një gjë të tillë, sepse isha duke ju ndjek drejt për drejt në zyrën time tjetër. Ndërkohë, t'ju pyes pak, kemi 2 ekipe tashmë. Kemi dhe ekipin e Kosovës, kemi dhe ekipin e Shqipërisë, me zemër i ndjekim të dyja ndeshjet. Si do shkoj vazhdimi për të dyja në play-off? Ka ndonjë shans për dorë apo për ballë? Fillimisht ma vjen mirë që nëntori po mbet ajo muaj historik i shqiptarëve. Jemi me një moment gëzimi edhe desha që t'i uroj të gjithë shqiptarët, për shkak se nga perspektiva ime cilësoj se është bërë një arritje historike e të dyja përfaqësuesve, për shkak se realisht themi të dy përfaqësuesit si e Kosovës ashtu edhe Shqipërisë kanë posur në grup skuadra shumë të forta, kështu që unë mendoj që prapë ne kemi marrë një rezultat ndoshta përtej pritshmërive, duke marrë parasysh faktin që e thash edhe më herët, kemi posur në grup skuadra të cilët kanë eksperiencë edhe janë domethënë më e njohin më mirë këtë rrugë, por duke i referuar kualitetit të individëve, domethënë mendoj që kemi gjasa reale që nëpërmjet play-offit të kualifikohemi, si Kosova ashtu edhe Shqipëria kanë treguar se tashmë nuk janë kafshate lehtë, pavarësisht faktit që tek kombëtarja e Shqipërisë kohën e fundit kemi pas një rrëmje të performancës, edhe në ndeshjen ndaj Andorrës, ndeshjen e sotit nuk isha cilësuar si barometër të saktë, për shkak se Anglia është një ndër kombëtarët nga perspektiva ime ndër më të fortat në botë, kështu që është jashtëzakonisht vështirë që të ruhet ritmi dhe të nxjerrët rezultat pozitiv karshi kësaj kombëtareve, por ajo që ndoshta pak më ka shqetësuar është performanca e futbollistëve në ndeshjen kundër Andorrës, për shkak se kemi pritur një performancë pak më bindëse dhe një rezultat pak më të thellë. Ajo pak na shqetëson, po të shpresojmë se ky momentumi negativ në cilët gjendet